الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahun e madhruar, për çdo mirësi dhe begatit të cilën ai na ka dhëruar e falenderojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij të nderuar, mbi të gjithë ata që rrugën e tij pa hezitim, pa hezituar e kanë ndjekur. Vëllezër, fillimisht lutem Allahun subhanahu wa taala që neve në këtë tubim të na bën prej atyre që kur prezantojnë në ligjeratat ku përmendet fjala Allahu subhanahu wa taala dhe cekjen porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bën prej atyre që kur i ndëgjojnë ata i kuptojnë e si është më e mira në jetën e tyre i praktikojnë. Ana tjetër, ju falenderoj zemërsisht për prezencën, kam parasysh që jeni të lodhët, mirë po ashtu sikurse lodhemi për këtë dunja, duhet më lodh edhe për ahiret. Ai sahabiu kur e ka pranuar porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka porositë dhe ka thënë puno për këtë dunja sikurse kur nuk do të vdesish. Por puno ka thënë për ahiret sikurse nesër do të vdesish. Po që se jemi ne pra atyre që besojmë se do të vdesim, atëherë në këtë mënyrë do të më investu diçka prej jetës tonë, shtrenjtë, që me prezentu, me mësu rrugën se si do të jetë rruga jonë për në ahiret. Nderuar vëllezër, me fol për ardhmërinë, do të thonë me fol për dëshirat që na kalojnë në përmend. Me fol për gjërat që na regjistrohen në zemrat tona prej atyre dëshirave, që ndoshta mërin në gradën që të bëhen edhe vendime. Nuk ka zemër vëllezër në të cilën nuk ka dëshira. Në fakt, dëshirat janë sekretet. Secili njeri ka sekretet e vet, i ka ëndrat e vet në zemrën e tij. I varfëri, çka ëndron? Ëndron një ditë bëhet edhe ai pasanik. I pasuri ëndron një ditë prej ditëve që të bëhet më i pasur. Gurbeqari ëndron një ditë prej ditëve më u kthie edhe një herë ata që me jetu ata ditët e mira. Por i smuri që është në shtrat, në spital, nuk e ka asnjë prej këtyre dëshirave. Dëshira e tij e flakt është që e vetëm me dar prej spitalit me kamët e mia. Kurse ai që nuk ka fëmijë, nuk don në këtë dunja asnjë send tjetër, vetëm e don një fëmijë, po qoftë edhe gjysmë fëmijë, vetëm ta ketë në fëmijë para vetit të tij ose në shtëpinë e tij dhe ta ndëgjon se si ai fëmijë do të thonë qanë. Andaj dëshirat nuk kanë fund dhe nuk do të kenë fund. Por a besoni që edhe të vdekurit kanë dëshira? Nuk ka i vdekur që ka vdekur përveç se edhe ai ka nga një dëshirë. Dëshira e shumicës së vdekurve është edhe një herë më u kthin këtë dunja, edhe me shfrytzu ato çaste që nuk i ka shfrytzu për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wal qalbu yahwa wa yatamanna." Zemra lakmon, ka lakmi, don diçka dhe dëshiron. Andaj, ajo që ne duhet sonte të flasim e të kuptojmë, është i kuptojmë dëshirat tona, sa i kemi në rregull, a e kemi të mjaftueshme, të flasim diçka se si ti përmirësojmë dëshirat tona, po që se i kemi të gabume, që diçka që është ende më rëndësi, pasi që të gjithë jemi prindër, është se si ti zbulojmë dëshirat e fëmijëve tonë. Pasi që ne si prind, Allahu subhanahu wa taala na ka begatu me fëmijët tonë, atëherë
ashtu sikur se i shohim lëvizjet e tyre me gjymtyrët që i bëjnë, duhet deri diku që të kemi disa koncepte, disa dije, disa informata, po dëshira që i kanë lëvizjet e tyre në zemrat dhe mendjet e tyre. Si për fillim, vëllezër, ajo që theka që nuk ka zemër, që nuk ka dëshira. Malik ibn Dinari rahimahullah ka thonë, me të vërtet, zemrat e njerëzve të mirë vlojnë me vepra të mira. Si me e bo këtë të mirë, si me qenë sebe për diçka të mirë, si me e bo edhe që këtë qka se ne kam bo një jetë e kështu me radhë. Zemrat e njerëzve të këqij, thot vlojnë, janë të stërmbushura me vepra të ligta. Allahu i sheh shqetësime dhe synimet tuaja. Allahu ju mëshiroft, shikoni se me çfarë jeni të preokupuar. Kjo shumë është me rëndësi. Në veçanti në rastet kur ne jemi të vetmuar me veten tonë, kur meditojmë, është mirë që edhe vetet tona që t'i kontrollojmë. Se ndonjëherë njeriu, po që se nuk e llogarit veten e tij, mendon se është mirë, por ka mundësi është në rrugën e gabuar. A keni pa vëllezër se sa është mjerimi i madh kur dikush ka ecë në një rrugë, ka menduar se është drejt, edhe pas shumë orëve që ka udhëtuar, shef që nuk është në rrugën e duhur. Mirë, po kjo i kushton më u kthy. A ma e keqja çka është vëllezër tek dëshirat, se dëshirat nuk hetohen përveç se me kalimin e muajve, ndoshta edhe viteve. E kupton se një dëshirë që e ka pas prej kur ka qenë, më thënë, i vogël, prej fëmërisë pas ka qenë e gabume, e ka pru deri në një vend gabum. Prandaj vëllezër, kur t'i shohim njerëzit, ose të dëgjojmë për njerëzit e suksesshëm në jetë që kanë arrit një sukses, gjithmonë mendojnë se ka qenë pas ka pas një dëshirë prej fëmërisë. Por nga ana tjetër, sa herë që të shihmi, sa herë që të shohim, e sa herë që të ndëgjojmë për dëni njeri që me të vërtet është bo kokë i pari në krim, ka qenë një dëshirë që atë i ka shku mas, e ka pas në mende, në zemër prej fëmërisë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuhramu ibn Adam wa tashubbu minhu ithnatan, al-hirsu wa tulul amal. Sa më shumë që jeton njeriu, i shtohen thot dy sende, lakmia edhe dëshirat pafund. Edhe për të mirë, edhe për të keqe. Për të mirat shtohen dëshirat e mira. Një dëshirë e mirë, vëllezër, është qelsë për me të ardhur një dëshirë tjetër e mirë. Po nga ana tjetër Allahu na ruajt një dëshirë e keqe, njeriu kur të arrin, ta realizon, ajo ka me aqel derën për një dëshirë tjetër. Kështu janë çështjet e dëshirave dhe lakmive. Andaj, ajo që neve duhet të dim, vëllezër, është që ne të kontrollojmë veten tonë, të kontrollojmë familjet tona, se çfarë dëshira kemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka tregu sahabëve një ditë për ëndrrën e asaj nanës që Allahu subhanahu wa taala e ka begatu me një fëmijë të hajrit, të begatshëm. Një nanë ka qenë ulët duke i dhënë gjih fëmijët të saj, edhe kalon i kalorës që në atë kohë njerëzit gjërat ma të shtrenjta që i kam pas kuajt. Edhe lutet nana, thët, o Allah, thët, po në birin tem, thët, sikur se ki trimi, ki kalorësi. Fëmia e len gjinin dhe kur e shef, lutet, thët, o Allah, mos e mbon si ky. Dhe ma thonë, jo sikur se dëshira e nanës. Heshtë nana, pas disa qasteve, përsëri kalon një grup njerëzish, para atyre e kanë një femën që e qortojnë fjalët më të ndyta, duke i thënë lavire, duke e poshtërsu. Po Allah thot, mos e bon, thot, e vladin tem si kjo. Fëmia prap e len gjinin dhe e shef. Thot, Allah thot, bom sikur sa jo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, sa ajo e pyetën pse, thot, ai burri ishte zullumqar. Edhe se duke është si trim me pamjen e ati, po e shfridzonte atë trimnin e tij për me u bë
keq njerëzve, ankoheshin njerëzit. Unë nuk du më bë si ai. Edhe se duket nga ana jashtme, në pamjen e parë se është trime dhe është bujarë dhe është, ma thënë, zotëri, për tek Allahu subhanahu wa taala zullumqar. Ndërsa atë vajzë që njerëzit e qortojshin, ajo ishte akuzuar me pa drejtë. Njerëzit e fyshin, ai thonte hasbi Allah, mjafton Allah. Allahu ka më mbrojtë se me këtë që kam akuzojnë njerëzit. Andaj, dëshirat që neve i kemi vëllezër dhe njerëzit i kanë janë dy lloj. Lloji i parë i dëshirave janë dëshirat e mira që secili prej neve duhet me i pas. Edhe dëshira më e madhe vëllezër çka është në këtë dunjë që me adash secilit njeri në këtë dunjë të mirën. Edhe besoni vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e shpërblen secilin njeri që e ka këtë dëshirë të madhe që ja Allah, si më u bë sebeb që me i bë të mirë të njerëzimit, me u udhëzu njerëzit. Thot një prej dietarëve, thot dëshira ime është që me i mësu krit njerëzve me mësu të mirën, edhe mos përmendet emri jem që unë va kam mësuar. Mos përmendet emri jem që e kam mësuar. Hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kërkon falje, kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtaret, Allahu i shkruan thot për secilin prej tyre. Edhe ne këtë e kina. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. O Allah, falë mu, falmi prindrit e mi dhe falë çdo besimtar dhe besimtare ditën e llogarisë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkruhet për çdo besimtar, shkruhet një sevap. Subhanallah. Andaj puna e dëshirave vëllezër, njeriu me adash normal vetvetes të mirën, por edhe me adash njerëzve të mirën më të madhe, është prej gjërave që njeriu duhet me ja shpresu, me ja mësu vetvetes. Qabe ulen 4 prej sahabëve, prej njerëzve më të mirë që kanë qenë kohët e tyre. Dhe thot njëri prej tyre, hajde thot pasi që i në para qabës këtu, secili prej neve thot le ta shpreh një dëshirë, le ta bën nga një lutje. Abdullah ibn Zubejri i ri, thot dëshira ime thot është që të bëhem khalife i muslimanëve. Unë thot sundoj. Musab ibn Zubejr, djalosh i bukur, trim, thot unë thot shpresoj që këtë dunja të arri thot me i martu thot dy vajzat, më thënë vajzën më të bukur që ekziston këtë dunja. Dhe Urwa ibn Zubejr thot unë thot shpresoj që të bëhem më i ditshmi thot në kohën tim ose në vendi ku kam jetu. Dhe Abdullah ibn Omeri, djali i Hazreti Omerit, shpreson që mos me darë prej kësaj dunjas përveç se thot i falut me gjitha mëkatet. Ai që e ka tregu këtë rastin njëri prej këtyre, thot erdhi thot koha kur Abdullah ibn Zubejri u bë thot khalifja i muslimanëve në Mekke. Ai thot ishte që pyeteshte për çështjet e Mekkes, për çështjen e banorëve të Mekkes. U bë khalifja i muslimanëve. Erdh koha thot si Musab ibn Zubejr, vëllau këtij, u lut dhe dëshironte që të martohet me femrën më të bukur. Erdhi dita e shkoi në Irak dhe atje u martu me vajzën më të bukur në kohën e tij. Thoshin kjo, domethënë kjo është, si thën, ma gentlementi. Dhe erdh koha për Urwa ibn Zubejr, që në kohën e tij, dietar mbretërit, pa edhe pasanikt, kur kishin ndonjë dilemë në çështjet e fesë, e pyetnin Urwa ibn Zubejr. Dhe pra, ai kur ka folë për këta tri, thot, e thot shpresoj që Abdullah ibn Omeri thot, nuk ka dalë prej kësaj dunjat përveç se i falet me të gjitha, pa asnjë mëkat, i falet prej mëkateve. Vëllezër, dëshirat e muslimanëve dhe muslimanëve duhet me qenë jo vetëm dëshira vetëm për këtë dunja. Duhet me qenë dëshira edhe për në varë,
për dëshira edhe çka pas varit, edhe dëshira edhe çka pas ahiretit. Shifni vëllezër, ne këtu në gurbet është një realitet që jetojmë ndoshta pasi që të kthehemi prej pushimeve, na kalojnë javë të shumta, java të shumta, muaj, ndoshta ndonjëherë na kalon edhe 1 vjet pa më shku. Mirë, për prap kina një dëshirë se kur shkoj kështu ka më bëu këtë. Wallahi vëllezër, ahireti, më thënë, ku hapin, më thënë, stacioni i parë është vari, duhet me pas edhe për ati dëshira se çka kina me pas dëshira. Se e këtë për djetarve, Khatib el-Baghdadi, Allah i më shiroft, i ka pas 3 dëshira kur ka pi zemzem. Edhe kjo është një prej gjërave që ja vlen që secili prej neve kur të pinë zemzem, i shpreh dëshirat e tij edhe lutjet e tij. Kështu kanë thënë dietarët, që njeriu kur të pinë zemzem, herën e parë le të lutet me diçka se lutja nuk i kthehet. Është prej rasteve kur nuk kthehen lutjet. Khatib el-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ka jetu parafërsisht para 1000 viteve. Ka pas dëshirë, ka shpresu tek Allahu subhanahu wa ta'ala 3 dëshira i ka pas. Një prej dëshirave që i ka pas, që Allahu subhanahu wa ta'ala t'ja mundson që një libër që ka fillu me e shkrujt, ta përfundon atë libër edhe njerëzit krit ta përdorin atë libër. Ka shkrujt një libër, Tarikh Baghdad, historia e Bagdadit. Njerëzit të cilët punojnë me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, patjetër me e pas bibliotekën e tyre këtë libër, se është një prej librave referencë. Dëshira e dytë, ka thënë Allah, ma mundso që t'jem edhe unë një prej atyre dietarëve që në xhamin më të madhe në Bagdad, ose në Irak, ka me dhënë ligjërat. I realizohet edhe kjo dëshirë. Dhe dëshira e tretë, ka pas një dëshirë shumë interesante. Gjatë shkrimit librit, ka lexuar për një dietar që ka jetuar në Bagdad, Bishr el-Hafi, që dietarët e kohës së tij thot, atë vetëm kur e kina pa atë dietar, thot, për 1 muaj thot ambicjet tona, kur kina ul vetëm pak e kina taku edhe kina ul me atë, për 1 muaj thot kina pas ambicie të mjaftueshme thot për me vazhdu thot me kërkim dijes, edhe me durim në këtë rrugë. Unë thot se kam taku atë njeri. Më thënë, është ndiku shumë për ati djetarit. Mirë po, thot, bare thot, Allahut ma mundësan që kur vdes thot më uvaros afër ati. Khatib el-Baghdadi, varin e ti e ka pranë varit ati. Andaj thëmë vëllezër që po është puna e dëshirave, është një çështje shumë është e madhe, për vetë tona, po edhe për familjet tona. Çështja e dytë vëllezër, në dëshirat e mira, është që njeriu me dëshiru që Allahu subhanahu wa ta'ala me i dhon dije dhe me i dhon vëllezër pasuri për hajër. Islami vëllezër nuk është e mjaftueshme që njeriu vetëm me pas dëshira. Po në Islam dëshirat e vërteta të mira janë ata të cilët pasohen ose vërtetohen me vepra të mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka lakmi përveç se në 2 gjëra, lakmi që lejohet. Xhelozi e lejuar në 2 gjëra. Një njeri që Allahu subhanahu wa taala i jep pasuri, pa hesab. Thot edhe ai thot e shpërndan atë pasurinë gjatë e të majt, njerëzit ja kanë lakmin sa punë të hajrit që bën. Edhe ajo që e din njerëzit është vetëm pak prej asaj që ai i ka bërë se i bën në jetën e tij. Thot edhe një njeri që Allahu azza wa jalla i jep dije, që krit njerëzit thot ja shohin hajrin dijes së tij. Kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, këta janë ata 2 gjërat më të mira që njeriu duhet me pas, më thënë, me dëshiruar në jetën e tij. Me mësu diçka të mirë, jo shumë ndoshta, por me çka të mirën që e ke mësu, mi bë njerëzve sa më shumë, mi bë hajër. Po ashtu, prej gjërave që njeriu duhet me shpresu në jetën e tij, është që fundin në këtë dunja me dëshiru, edhe me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala çdo ditë që Allahu më ta mundsu me jetu mirë, por edhe me përfundu mirë në këtë jetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu bil khawatim. Veprat do të llogariten sipas përfundimeve.
nuk është rastisht vëllezër, ndonjëherë kur shihni një njeri jeton jashtë larg Ka'bes, mirë po Allahu subhanahu wa taala ja mundson që me vdek në Ka'be. Sejdë ose me ihrame. Tash, grupi i parë që ka shkuj haxhilerëve në Ka'ben, do të thonë, janë prej haxhilerëve para se me zbrit aeroplani, që ishte nis duket se prej Indonezisë, kishte ndru jetë në aeroplan këta. Allahu akbar. Por atë është regjistru haxhi sikur se ta kishte bërë, se niyetin e mirë. Andaj thon vëllezër, kjo është një prej çështjeve shumë është më rëndësi. Shihni ne udhtojmë. Ndoshta në jetë, ndoshta na ndodhen shumë prej udhtimeve si kujtojmë. Mirë, po ndonjëherë udhton ashtu do një udhtim të mirë, Allahu subhanahu wa taala ta mundson që kurse në harron atë. Ndonjëherë ndodhen një fatkeqësi, ta anulohet aeroplani, pastaj kur thirrim për herën e dytë me shku me në aeroplan tjetër, ta mundsoj me shku me business class. Kur ti vish business class, i shefsh shërbime që ti bojnë, thua, me të vërtet paska dunjo, paska të mirën këtë dunjo. Andaj, besimtari i mirë është ai që më të mira që i kërkon, ditën më të mirë që duhet me kërku, është me kërku që me pas ditën e fundit në këtë dunjo. Allahu na mundsoft. Një prej sahabëve që ka pas emrin Rabia bin Ka'b al-Aslami, në një natë të ftohtë ka qenë i kujdesshëm që me ja përgatit ujtin, me ja nxe ujtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që të ketë nevojë ujt nxehtë, jo prej ujtit të taftë. Nuk ka flet, vetëm me nit afër. Merr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot dëshiro. Çka ki dëshirë? Ja Rasulullah, thot një send kam dëshirë. Çka du, thot, në ahiret, atje thot me qenë afër teje. Çka i ka thonë pejgamberi sallam? I ka thonë që s'ka mundësi, unë jam pejgamber te sahabi. Ja, nuk ja ka mbyll këtë derë, po vetëm ja ka tregu mënyrën. Çka ka qenë mënyra vëllezër? Sa më shumë sejdë me bë. Edhe dietarët kanë marrë argument, do të thënë me këtë hadith, kanë marrë argument që njeriu mas afërt, mas shumë ti që duhet më mundu me bë mas shumë sejdë, pse Allahu thot në Kur'an, "Wasjud waqtarib", bon sejdë, ti afrohesh sa më shumë Allahu subhanahu wa taala. Nga ana tjetër vëllezër, që duhet të kemi kujdes në zemrat tona, në mendjet tona, se çfarë mendimeve dhe çfarë dëshira kalojnë. Po jo vetëm neve, po edhe tek fëmijët tanë që e kemi për përgjegjësi, nga ndonjëherë duhet të pyesim, çohim se çfarë dëshira kanë. Se besoni vëllezër, po që se fëmia rritet me një dëshirë të gabuar, është më rrezik se sa më urit me ndonjë smundje. Pse? Se dëshira e gabuar vëllezër, një ditë prej ditëve, nëse bëhet ai mendimi vendim, nuk ka mundësi që shumë vështirë është me largu fëmin prej asaj dëshirës. Ju ndoshta e dini para disa javë që u bë një vrasje, në shkollë, kur e kam pyet sigurimi atë nxënësin se pse e bën këtë punë, unë kam thonë që do ta ndëgjon bota se kush jam unë. Në shkollë gjithmonë e kanë quajt, edhe është mburr me atë emrin, gjuetari i shkollës, gjuetar. Ma thënë, shkolla ka pas këtë emrin, sa herë që e kanë thonë me këtë emrin, e kanë thirrë me këtë nofk, është gëzu shumë. Prindet i kanë ra shumë peshman që nuk e kanë marrë këtë punë me seriozitet. Edhe ju e dini në përjetet sociale, e keni pa edhe ju me siguri, domethënë atë nanë që me një program, një intervistë që është domethënë live direkt, e pyetej moderatori atë fëmijën e vogël se çka do më u bë, ai e fol një fjalë shumë të rëndë, nona mundohet me mshef, pa e përsërit edhe një herë. Kur të rritesh, thotë, çka ke më u bë? Ai e përsëritën edhe një herë. Nona mundohet, thotë, edhe ai një herë, çka ke më u bë? Thotë, ka më u bë, thotë, kështu. Gabimi ku ka ndodhur vëllezër? Ka ndodhur te ajo nona që e ka bë disa lëshime. Andaj, gjëra që njeriu nuk duhet me i dëshiru vetveten e tij, është që mos me i dëshiru, mos me lakmu për gjërat që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë dikujt. Që më thënë Allah, merja ati na mahmu. Qoftë pasuri, qoftë familje shëndosh, qoftë rahati, qoftë famë. Kjo është ajo që në Islam nuk lejohet vëllezër.
Pse vëllezër nuk lejohet që me lakmu që Allahu subhanahu wa taala dikujt që i ka dhënë një shtëpi të mirë ose një pasuri të madhe ose një emër dhe një famë që me dëshiru që Allahu me amar ati me të dhënë ti. Pse nuk dëshirë? Pse nuk bën këtë me lakmu? Dietarët kanë thënë një njeri që e ka që këtë lakmi në zemrën e tij, që këtë dëshirë, është në kundërshtim me dëshirën e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala kur i ka ndajt rrezikët e njerëzve, ka ndajt me dijen e tij. Ndoshta ti nuk ta mbush synin se pse filani e ka këtë pasuri, kaq pasuri. Allahu subhanahu wa taala e din më së miri. Pse filani që ti s'ta mbush synin ka kaq respekt, që kaq nder, që ai nuk e ka një prej ardhje të madhe. Është çështja e Allahu subhanahu wa taala. A në veçanti, çka është më e rrezikshmja, që me xheluzu njeriun për ibadetin që e bën, për të kapuri çka e ka në fenë Allahut azza wa jall, që me urrejt një njeri se pse ki është bo, ose gjali filanit është bo, edhe gjali jem nuk bëhet. Kjo është, nuk ka më të keqe se sa kjo. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd." Asesi, mos lakmoni në gjërat që Allahu azza wa jall ju ka mbivlerësu në, më thënë, njëri tjetrin, më thënë mesin e njëri tjetrit. Allahu subhanahu wa taala dikujt i ka dhënë shëndet, dikujt i ka dhënë familje, dikujt i ka dhënë ka urtësit, se për çka i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. A në veçanti kjo çështje vëllezër, se ky ajeti është surat An-Nisa, ajeti 32, është e çështja e kujt mes bashkëshortëve. Nuk i lejohet një bashkëshortes me lakmu, me dëshiru që me pas postin e burit. Ajo më u bo bur, e buri më u bo grua. Se vëllezër. Se në pamjen e parë duken se burat nuk kanë obligime. E në të rahatshëm, edhe vetëm knaqen të ushetit jashtë. Mirë po, besoni vëllezër, vetëm një ditë me bo me dal një femër, një grua, që është e nxonjë, që është e mençet, edhe me shoqëru burin, puna që ka i kryen, besoni vëllezër që lodhet ndoshta gjysmën e dytës. Gjysma e dytës e lodhen. Çdo profesion, për shembull tash nëse e morim për shembull profesionin e doktorit, që bëhet, si thënë, për çdo ditë ka operacione që shef gjak. E bo me shku një femër me e pa se si e ka punën, wallahi thot halal qoftë. Dhe kjo ka ndodhur sa herë vëllezër. Kujtohet një herë që e kam dëgjuar një prej rasteve, kam qenë si i vogël, një prej grave ka kalu te puna ku e punon buri që ka punu mjeshtër. Kur e shef burin aq nalt ku punon, thot kur më thot nuk blej fostan ato çtrënta. E ka mëshiru. Po edhe e kundërta e kësaj vëllezër është një send e vërtetë, është që njeriu jo që me e shpreh, me i thon bashkëshortes se lum por ju u kënaqet te shtëpia. Po as që nuk duhet as që me e dëshiru, edhe me mendu këtë çështje se vallahi gratë u kënaqen në shtëpi. Që me bë me ndodh, edhe kjo ndodhën sa herë vëllezër, kur ndonjëherë besim vetë në shtëpia, vallahi na hupen çorapet se ni gjojmë atë. Duhet me thirr gruan telefon se ku janë çorapat atë. Edhe ai të kallzon, ndoshta është larg diku ndi shumë, të kallzon se ku i kalon çorapet, vallahi thon mashallah, si i mbajnë mend gjithë ta punën këta. Kjo është vëllezër, secili njeri duhet mi kontrollu dëshirat e tij, se kështu na kërkon, më thënë, Islami. Dëshira tjetër që nuk lejohet vëllezër në Islam është që njeriu me e dëshiru vetvetes vdekjen. Edhe me lut Allahun azza wa jalla, o Zot, inshallah vdesi. Kjo është që Islami e ka ndaluar. Po ashtu e ka ndaluar që fëmijëve mos me e dëshiru vdekjen ose të keqen në këtë dunjë. Pse vëllezër? Vdekja është e regjistruar, s'ka hikje prej asaj. Sa më u lut që mos me vdek, kur nuk do ndodh që mos me vdek. Por derisa Allahu subhanahu wa taala ta ka fal një jetë në këtë dunjë, me lut Allahun azza wa jall bare me bëni punë të hajrit, që kemë e pa pas vdekjes. Ase për vdekjen ka me të ardhë. Edhe nuk ka me të pyet Allahu azza wa jall, as nuk ka me të rregull kur, si ka me të ardhë vdekja. Nga ana tjetër, vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka qertu sahabët që mos me i mallku fëmijët. Po që se ndodh një pjesë ati mallkimi e godet fëmin, mas shumë ti që ka me vujt, kush është? Është vetë ajo nona këtë. Subhanallah,
për gjërave që kam dëgjuar dhe më kalon përshtypje, kam pyet një loke. Një loke ka thonë, ju ka thonë jeni pa shkolla, fëmijët e ju i kryt me shkolla. E fëmijët e nuseve që kanë ardhur me shkolla, kryt kanë thonë, kanë dalë, shumica ka thonë nuk janë me shkolla. Fëmijët ka thonë probleme. Hiç nuk ju ngjajnë juve me shkolla. Janë fëmijë që gjithmonë probleme. Ku është ka thonë shëftësira? I thotë më shëftësira, ne thotë gjithmonë thotë kina bo thotë lutje tek Allahu Azza wa Jalla dhe kina pas një jetë mirë. Për herë me bo për të mirën e fëmijëve, s'kina ditë shumë thotë. Por kur prej të mirës thotë nuk kina hik. Qoftë ajo te shtëpia, qoftë ajo me njerëzit tjerë, me mysafirët, ina mundu thotë, ina lodh dhe me ata kushtet më të vështira, po kina pas dëshira të mira. Edhe ina lutu Allah udhëzoj të mirë. Kurse thotë juve Allahu thotë u ka dhënë shumë të mira, ju thotë fëmijët prinzve xhli thotë i mallkoni, shejtani të martë, vdekja të kapte, kështu prandaj thotë, ndoshta një pjesë atyre mallkimeve thotë i kanë kap fëmijët. Edhe kjo është me të vërtetë vëllezër. A ndikojnë lutjet? Ndikojnë. Ka raste që dietarë tregojnë, e bin një fëmijë që me i lexu Kur'an, që fëmijës i ka shku goja, e kanë çuna për doktora, nuk ka bo dobi, kontrollat që ja kanë bo, kur i ka pyet dietari thotë ki fëmijë thotë nuk kam sysh, për çka ka? Ka tregu nona thotë, unë thotë kam qenë nervoze shumë thotë e kam mallku, edhe ka kap thotë mallkimi. Amba thotë kam qenë nervoze se kanë qenë ditët e provimit, edhe nuk kam dash që ai si thënë të rinë e vonë notën, nëse dalet shëtise me shokët, edhe thotë kur është këthi thotë, diçka thotë nuk është në rregull, i ka shku thotë goja s'folën atë. Prandaj thëmë vëllezër, kjo është një prej çështjeve, edhe besoni që në kohën tonë ma shumë hetohet se njerëzit kanë shumë ma pak dije për çështjet fetare edhe i ka bëjnë ma shumë të këta çështje. Ka gjëra të tjera vëllezër që nuk lejohet në Islam me i shpresu, me i dëshiru, është me shpresu që njeriu, se thënë me shpresu luftën. Po inshallah bëhet një luftë e me tregu se çka ka më u bë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu që njeriu me kërku luftën. Lufta vëllezër, si thënë, kur nuk vin me të mira. La tatamannu liqa al-adu. Kur mos e shpresoni luftën. Kur mos e shpresoni, asesi mos e kërkoni luftën. Miqdad ibn al-Aswad, një prej sahabëve, në kohën e tij, kalon pranë atij edhe çka thot? Kthehet, ja shikon syt dhe i thot, o lum për ta dy sy. Ja kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot si kisha pas një dëshirë, thot, kisha dëshiru thot që edhe unë thot, ti kisha pa thot ato ditë që i ke pa ti thot me këta dy syt e tu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Miqdad ibn al-Aswad nervozohet dhe kthehet nga ai. I thot pse thot dikush thot shpreson thot edhe dëshiron që ti kishte jetu që ata ditët e vështira që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja ka shkrujt me i jetu. Thot wallahi thot ka pas njerëz thot që e kanë pa pejgamberin alayhis salam. Mirë po e kanë meritu xhehenemin. Pse? Se kur i ka thirr pejgamberin besim nuk kanë besu. A shifni vëllezër? Kjo është një prej dëshirave që njeriu thot ti shabon një sahabi. Ai shebo sahabi se Allahu na ruaj çka i shebo. Prandaj duhet me qenë njeriu gjithmonë razi me çaat që Allahu subhanahu wa taala ja ka caktuar. Sot për shembull ndodhen kjo që njerëz e nënvlerësojnë ose i nënvlerësojnë meritat e njerëzve të hershëm. Mendon se ata lehtë ka qenë me qenë në pozitat e tyre, jo vëllezër. Po edhe në ditët e sodit tonë, sa për njerëzve dëshirojnë që me qenë vendin e fulanit, thot më u bëu unë thot hoç, më u bëu unë thot doktore, më u bëu unë thot një pasanik. Po me të arti pyetje që i vijnë hoxhallarëve, që i konsultojnë, ose raste që i vijnë doktorave, ose probleme që i vijnë ndonjë biznismenit, letrat, janë i thonë të hoxha thonë unë ka 10 thënë në ditë më vinë ashtu letra. Unë një javë të më vinë edhe si jam rahat. A para me në dikuj që i vinë ka 10 letra. Andaj thëmë vëllezër, kjo është një prej çështjeve që duhet me kontrollu vetë tona. Andaj,
Mikdad ibn al-Aswad I ka thonë, falenderoni Allahun Azza wa Jall që keni ardhur në këtë dunja dhe nuk keni ardhur të pastër, nuk keni adhuru dikën tjetër jashtë Allahut subhanahu wa taala. Wallahi thot, është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një kohë që ka qenë koha më e vështirë prej kohërave që janë dërguar profetët. Njerëzit kanë qenë në ignorancë dhe në adhurimin e idhujve këtën. Dhe ata që kanë besu, kanë qenë mes dy palve, mes zgjedh. Hajde që tash kanë ke mes zgjedh. Ata të cilat kanë thonë vëllezër semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam, pa me shumë komente, kanë shpëtu. Mirë po ata të cilat se kanë thonë këtë fjalë, kanë thonë dëgjuam dhe kundërshtuam. Allahu na ruajt. Po. Së fundi vëllezër, ajo që është më rëndësi që ta dimi në këtë jetë, përveç dëshirave tona, e kemi për obligim që të kontrollojmë, të ndëgjojmë edhe dëshirat e fëmijëve tonë. Andaj, si ka mundësi një prind që të dinë dëshirat e fëmijëve të tij? Numër 1 është që njeriu t'i pyes. Ta pyet fëmijën e tij kur të rritë çka ke më bë. Dëgjimi I vëllezër I përgjigjes nga goja e fëmijët është si thënë pasqyra më e pastër që tregon se çka ka në zemrën e tij. Mënyra e dytë është vëllezër, ti vëzhgojmë se cilat janë lojnat që ata më shumë t'i dojnë me I lujt. Qoftë në kompjuter, qoftë lojnat që I zgjedhin për t'i blejt. Mënyra e tretë vëllezër është dialogu me fëmijët. Razi dhe njëherë ata dëshirojnë me u bë sikur se filani, dikush do me u bë sikur se mingja vet, dikush do me u bë sikur se mësuesi I vet. E këtu është domethënë edhe detyra e mësuesit, edhe mësuesës që nga ndonjëherë me I pyet se çka kanë me u bë kur të rriten fëmijët. Tregohet që një mësuese këtu në perëndim dikundi I ka pyet nxënësit se kur të rriteni çka keni me u bë. Dikush ka thënë do me u bë pilot, tjetri ka thënë do me u bë mjek, tjetri ka thënë do me u bë inxhinier. Njëri mesin e atyre ka thënë unë do me u bë sahabi. Nuk ka qenë muslimane, këtë kanë kesh fëmijët, sahabi, ka thënë çka është? Ka thënë du më bo sahabi. Kërkush se ka kuptu. Kërkon nana që të vinë 2 prindrit të shkolla. Thot fëmija, kur e ka dhënë përgjigje, thot fëmija ju I thot kanë kesh thot nxënësit. Çka do më thonë sahabi? Edhe ata I kanë thonë që ne para se me flet fëmija, thot ju lexojmë ka një tregim, por kina fillu thot me tregimit e profetëve, tregimet e sahabëve, edhe fëmijët thot I kalon thot përshtypja shumë thot, domethënë çështja e sahabëve, edhe fëmijët atyre thon. Dhe se ata kanë qenë thot njerëzit që Allahu I ka dashur. Prandaj ai thot do më jetu në këtë tokë e më u bë sikur se ata njerëzit që I don Allahu Azza wa Jall. Hin kjo mësuesja dhe lexon kush janë sahabët. Interesohet sikur se që kanë qenë havarint, shokët e Isaut a.s. Musaut a.s. Kështu kanë qenë edhe sahabë njerëzit më të mirë në kohët e tyre e pranon Islamin. Pra, dëshirat sikur se thash vëllezër, kemi për detyrë që ti kontrollojmë dëshirat tona, ti dëgjojmë edhe dëshirat e fëmijëve tonë, se dëshirat janë patjetër me qenë njëra prej dyve, ose kanë me qenë të mira, ose dëshirat e këqija. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mëson që ti kemi gjithmonë synimet tona, dëshirat tona si janë më të mirat në këtë dunja. Lutim Allahun subhanahu wa taala që në mendjet tona, në zemrat tona, në zemrat e fëmijëve tonë gjithmonë na mbjell dëshirat me të cilat kena më bë njerëz të lumtur dhe qels për lumturinë e njerëzve në këtë dunja. Allahu I shpërbleft dëshirat u realizoft gjithmonë në këtë dunja për të mirë. Allahu qels ju baft. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.